Kjo do tjetë në transmetimin e drejt për drejt që kemi sot për të ndihmuar dhe për qenë edhe ne një ndihmë në këtë situatë tragjike, në solidarizim. Ne solidarizojmë dhe lutjet tona shkojnë që të gjenë sa më shpejt edhe mundësisht të jetë. Edhe shojmë e vërtet. Urojmë që mos të rritet numri i personave të cilët kanë humbur jetën sepse ende janë në kërkime dhe persona të cilët janë në fotografi të gjenten sa më shpejt. Për të rikthyer në bisedë... Edhe diçka, po edhe qeveria shqiptare të ofrojnë ndihmën e menjëhershme nëse ka nevojë për pajisje, për mjek apo sepse është situatë emergjente. Zoti Rama kishte bërë një postim Artan pak më përpara, nuk e di tani deri ku ka shkuar ndihma, kishte bërë një postim në rrjetet sociale, kishte thënë që çfarë do lloj ndihme të kërkohet, ne jemi të gatshëm për të ndërhyrë, nuk e dim se sa e kemi edhe ne kapacitetin apo jemi duke reaguar, por gjithsesi çdo lajm i cili do vi menjëherë, ne do ta shkëputim bisedën që kemi dhe do ta transmetojmë. Spitalet e Pogradecit dhe të Korçës, nëse janë afër aty të vjen në dispozicion, të komunikojnë nëse do ketë nevojë aty që të fillojnë atë hospitalizimin që të vërtet. Uroj që çdo kush të vinë në ndihmë të gjithë situatës në fjalë. Për të rikthyer në vëmendje, unë ju ceka pak më përpara listat. Partia Demokratike, Partia Socialiste, kemi edhe partitë si Mundësia. Agron Shehaj, Shqipëria bëhet, Lëvizja Bashk, pra Arlin Qori, Lulzim Basha, Ali Beaj, edhe Mili Meta, Partia Liris. Po janë bashkë, kështu që... është në listë në PD-s. Do kenë listat në vete, janë futur në një listë, pra të listë e PD-s dhe kanë kandidat të... Po, që në Tiranë kanë Tedi Blushin, kanë Erisa Xhixho, kanë listë sigurt të kanë. Kurse në Fier është Zoti Meta që është... Jo, nuk, Zoti Meta është në Tiranë, lista hapur, po ndjes. Është një zonjë tjetër në Albona. Kështu që janë tre personazhe që qoftë edhe në Tiranë kanë treguar që do të jenë pjesë e listave të mbyllura dhe të hapura. Ndërkaq kemi edhe partitë e reja. Ndoshta ta sillim pak vëmendjen te partitë e reja dhe pastaj kthehemi tek dy partitë më të mëdha apo më të vjetra. Partitë e reja në kuptimin... Që nuk e krijuan dot polin e tretë opozitar Marsit. Një nga meritat për qenë politikan është të dish të bësh marrëveshje. Marrëveshjen do bie në interes të fuqisë tënde politike që udhëheq, të grupit tënd politik, pra të leadershipit që i përket partisë tënde, po edhe për të bërë çajin ekzistenciale, e cila i tregon partive të vjetra, ose i tregon sistemit, i jep shpresë, krijon frymë. Kjo pjesa që secili ka ndetur te llogoria vet, duke mos dashur të futet në një pol të tretë ose të krijon një pol të tretë, mendoj që ka qenë më shumë ego personale secilit kryetar, pasi u kam qenë për debate me secilin prej tyre, sidomos te emisioni Zonë e Lirë kemi qenë shumë herë, madje kemi qenë gati përballë kujdo, edhe kemi pasur në mënyrë intensive. Se të zhdukur retorika e tyre? E gjithë? Po, mi sakti më zhdukur në logjikën e vetë se nuk bën bashkëpunim për i të vërtetës, koalicion është Zoti Qorri. E ka thënë një gjë. Këta janë secili, tha, ka ndruar nga 3-4 parti. Dhe tha, Zoti Shehaj tha ka qenë në PD. Zoti Lapaj tha dhe Zoti Shabani ka qenë të Alianca Kuqezit, tash i vinë në Parti 3. Zoti Basha ka qenë tha në PD, krijon Parti 3 dhe po ashtu dhe Zoti Ali Beaj. Kështu për çfarë bashkohemi me secilin nga këta? Këta janë gjithë kanë qenë Parti të vjetra, ndryshojnë siklet dalin Parti 3, këtë punë do bëjnë kurse ne tha aty ku kemi qenë jemi, do vazhdojmë të jemi me çdo lloj kosto, edhe se kur ta dim që nuk nxjerrim deputet. Dhe përpos kësaj Zoti Qori është më majtas se partitë e tjera që janë më qendrës dhe djathta. Po flas në raport me ata që qëndrojnë parimin. Ndërkohë, këta tha dhe në këtë kuptim unë mendoj që sepse politika vjetër sot çfarë përfaqëson. Sot për shembull po ta vëmre, të gjithë klasat politike vjetër kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin. Dhe nuk është se njëri është më i mirë, njëri është më i keq. Në 2013 Edi Rama në koalicion me LSI-n erdhi. Se zvinte, nuk krijoi dot majorancë në qeverisë. Domethënë kanë kostot e vetë edhe ata dhe sot tash ndalesh ndërkohë që ishte ti shkaktari që mësoi Edi Rama në pushtet dhe ishte ti shkaktari që çoi Partinë Demokratike në opozitë, sot ti kërkosh demokratit, japi votën Tedi Blushit edhe Erisa Xhixhos, të cilët kanë qenë pjesë e një ekipi që çoi këtë parti në opozitë, unë mendoj që kjo është fyrje. Po është gjë tjetër, ata që do votojnë e din vetë. Kjo është gafa